Të nderuar shikues të Veriu Sport, ju përshëndes drejt për së drejti nga Pallati i Sporteve Qazim Dervishi i Shkodrës, ku në këtë momente po përgatitet të startoj finalja e madhe e Kupës Shqipërisë në futsal. Është një finale që do të përcaktoj sot edhe ekipin fitues për vitin 2025, të dyja skuadrat Vllaznia Vendase dhe Flamurtari Vlorës Mysafir vinë në këtë ndeshje finale pasi kanë triumfuar në takimet gjysmë finale. Vllaznia duke mundur ekipin jata me shifra të thella 15-4, ndërkohë që ekipi i Flamurtarit eliminoi Tiranën me rezultatin 7-2. Janë me të vërtetë në momente interesante, Pallati i Sporteve po ka filluar të mbushet dhe pas pak në fakt ka pasur të nisë sipas orarit zyrtar kjo ndeshje në orën 16, por për arsye objektive kjo ndeshje e shtyrë paksa të filloj, por gjithçka duket se është gati. Të dyja skuadrat janë duke përfunduar nxjerrjen për tace dhe me pas në drejtimin e gjyqtarit kryesor të ndeshjes, gjyqtarit të FIFA-s Albano Janko, do të startojnë këtë ndeshje finale për të përcaktuar ekipin fitues të Kupës së Shqipërisë 2025. Kujtojmë që Vllaznia Shkodrës vjen në këtë finale pas titullit kampion të fituar vitin e kaluar, pra është kampiona në fuqi dhe kërkon tashmë të marrë edhe trofeun e Kupës së Shqipërisë. Gjithçka duket gati, por ne do të shkëputim nga ky stand-up dhe nga kjo hapje, por do të vijoj të jetë drejt për drejt në Veriu Sport dhe do të nisim me njëherë transmetimin duke njohur edhe me përbërjet e skuadrave, si dhe me trupin gjykuese, të cilat si thamë drejtohet nga gjyqtari FIFA-s Albano Janko, ndërkohë që dy trajnerët e kundërshtar, ai i Vllaznisë Arben Xhaferi si dhe Mario Kalus i Flamurtarit, kanë gati formacionet e të dyja skuadrave. Presim vetëm pak qaste, rinin në shoqinë e Veriu Sport, i cili nuk do të ndalë transmetimin edhe pas kësaj hapje që unë bëra pikërisht në tribunin e Pallatit të Sporteve Qazim Dervishi me ndihmën e kolegut tim Sermi Çoku, një nga operatorët më të spikatur të qytetit të Shkodrës. Përsëris së bashku të nderuar shikues të Veriu Sport, jeni drejt për së drejti nga Pallati i Sporteve Qazim Dervishi i Shkodrës. Të dyja skuadrat Vllaznia dhe Flamurtari janë prezantuar në parket me dyshën e gjyqtarëve Albano Stelaj i sistemit së FIFA-s dhe Kledi Shehu. Gjyqtari tjetër, Klajdi Hoxha, është në kronometër, ndërkohë që tashme kapitenet e skuadrave Alcid Kafili i Vllaznisë dhe Lorenz Shehaj i Flamurtarit po hedhin shortin për katës për të përcaktuar fushën apo topin, duke në entuziast ka një frymë miqësore mes të dy kapitenëve, të cilët tashme po fotografohen. Por të shikojmë ato tjetë po frymë miqësore dhe në vazhdimsi në dy pjesë të lojës, janë nga 20 minuta, ku në përfundim të minutës e 40 do të përcaktohet edhe ekipi fitues i Kupës së Shqipërisë 2025. Në taurinë e gjyqtarisë është edhe Florian Riza, delegati i Federatës Shqiptare të Futsallit. Topi i parë do të shkelmohet nga qendra nga kapiteni i ekipit Vllonjat, Lorenz Shehaj, ndërkohë që në këtë momente gjyqtari kryesor Albano Stola i FIFA-s konsumon diçka me dy trajnerët, me Arben Xhaferin e Vllaznisë dhe Mario Kalus të Flamurtarit. Me siguri duke dhënë llozimet e fundit, çfarë kërkon rregulloria për katse e kësaj loje interesante, plot ritem dhe shumë e ndjekur. Gati starti i takimit, vjen veshëdhima e gjyqtarit Stolaj, topi i parë shkelmohet nga skuadra Vllonjate, për të është sulmi. Jordan Kapaj, topin vjen ansore për Vllaznin.
Gokaj. Tafili. Gokaj për Gjoklajn. Topi për Vllazdin, e cila në këtë ndeshje ka në protokoll pikërisht këto futbollist, Fatos Behari, Fshetipagjia në të momente i rrethuar nga futbollistët e Flamurtarit. Topi është për Vlonjatët, që ngulmojnë nga krahu i djathtë. Sëri Flamurtari është një finale denjë për Kupën e Shqipërisë dhe Gjoklaj lëshon goditjen e parë për Vllaznin. Vlonjatët me topin e Zotrin ngulmojnë atje me shehajn nga krahu i djathtë. Për topi përfundon jashtë, kundër përgjithshmit Vllaznia me Gjoklajn. Sulme dhe kundër sulme nga të dyja skuadrat. Është Rad Leci me numër 3, një tjetër futbollist me përvojë në futsal, cili ka luajtur edhe në futbollin e madh. Gokaj në këtë sulm Tafili! Gjoklaj! Besfort Gjoklaj që shënon golin e parë, minuta e dytë të ndeshjes, Vllaznia 1 dhe Flamurtari 0. Zblokohet rezultatet e nderuar shikues këtu në pallatin e Sporteve dhe Qazim Dervishit të Shkodrës. Vllaznia në avantazh me rezultatin 1-0 me autor të golit Besfort Gjoklajn. Minuta e dytë të ndeshjes. Të shikojmë reagimin e Flamurtarit. Fili për Gjoklajn, pastaj Gokaj. Vllaznia në fillimin e takimit po luan me kapitenin Alcid Tafili për të vijuar me portierin Fatos Behari, Semir Gokajn, Ari Djepagjin dhe Besfort Gjoklajn. Ndërkohë që në stoli janë edhe Denis Çokaj, Rej Boshti, Mateo Çadaku, Joel Tivziku, Samir Hyseni, Maltin Tafa dhe Harald Jahaj. Kujtojmë që takimin fjalët i vlefshëm për finalen e Kupës së Shqipërisë në futsal. Minuta 3 të ndeshjes, Vllaznia 1 dhe Flamurtari 0, autori i golit për Vllaznin, Besfort Gjoklajn në të dytën minutë. Leci, pastaj është edhe Kapaj, në pron topin Behar, nis me shpejtësi Ari Djepagjin, kërkon të depërtoj në fundorën e majt, por e ka përplasur topin tek kundërshtarët e tij. Një goditje dënimin e favor të skuadrës Kuqe Blu. Në krahun e majtë sulmit Vllaznis është kapiteni
djalë si Tafili i shuar për ekzekutime mjeshtrore. Shumë topat e tij kanë përfunduar direkt në rrjet pas goditjeve të tij potente. Kërkon diçka Tafili të kombinojë me Djepaxhin, por shikojmë atë do të jetë ai që do ta ekzekutojë, por ka kombinuar me Gokajn, kur të gjithë presin një goditje të fortë Tafilit, funksionon skema, pasoj tek Gokaj, topi i tij u bllokua nga ekipi i flamurtarit. Minuta 4, Vllaznia 1, Flamurtari 0, autori i golit Besfor Gjokaj në minutën e 3 dhe 2 të ndeshjes. Djepaxhia kombinon me Gokën, Gokaj kthen përsëri tek Tafili. Gjokaj i sapo aktivizuar në fushë në këtë momente. Ka shkaktuar faull. Semir Gokaj, kujtojmë që ka luajtur në 2 sezone për ekipin e Flamurtarit, ka qenë në më të mirët të skuadrës vllazniate, por me ftesën që stafi i Vllaznisë me presidentin Fisnik Barbullushi dhe drejtorin sportiv Arben Xhaferi e rikthyen në Shkodër. Gokaj, Djepaxhia, vllazniatët që kanë topin tashmë në Zotrin. Është Jordan Kapaj. Diçka pretendoi Kapaj, por faulli është për Vllaznin. Djepaxhia. Topi për Flamurtarin, që së mund nga krahu i majt, por reagon Flamurtari në kërkim të golit e barazimit. Kapaj. Më luhet nga Tafili dhe Gjok dhe Gokaj. Xheçi është Egli Xheçi me numër 4 i Flamurtarit dhe e portieri Alban Shiba që kombinon me kolegët e tij. Rikthehet lojë Lecci për Flamurtarin, një me më të mirët e skuadrës vllazniate. Ka gabuar në pas. Kujtojmë që Flamurtari i Vlorës në takimin gjysmë final të Kupës së Shqipërisë luajti mjaft e mirë përballë Tiranës, duke eliminuar me rezultatin e merituar 7-2. Ndërkohë të njëjtën gjë bëri edhe Vllaznia në gjysmën finale, duke eliminuar ekipin kryeqytetës Jata me shifrat e thella 15-4. Ka një vëshëllim të gjyqtarit kryesor ndërkombëtarit të FIFA-s Albano Stolej në favor të ekipit të Vllonjat. Minuta 5 të ndeshjes, Vllaznia 1, Flamurtari 0. Është Erad Lecci me numër 3, autori i kësaj goditje, dënimi në pozicion të prirët. Fut topin tokas në zonë, por shpërdoret kjo aksion. Shpërdoret kjo aksion i vllonjatëve. Fili prapa tek Djepaxhia, Djepaxhia për Gjokajn që nuk arrin të kombinojnë. Topi për Flamurtarin. Kapaj. Numri 6 i Flamurtarit, Jordan Kapaj. Lecci, Nevin Tafili. Vazhon tjetë ndeshje e dy luftuar nga të dy skuadrat, të cilët këmbulin fort në fushën e lojës.
për të rrëmbyer fitore njëra tjetrës. Atë për momentin e ka Vllaznia në avantazh me golin e shënuar nga Sporti Gjoklej në të dytën minutë. Ka pretendime Denis Shoka për një faull, por nuk është i mendimit gjyqtari Ledi Shehu. Dhe vjen goli i barazimit, një mosmarrveshje. Mosmarrveshje në prapavijën e Vllaznisë përfiton Flamurtari duke shënuar golin e barazimit me autor Jordan Kapajn. Minuta 6, barazpesh 1-1. Kapaj, autori golit barazimit për Flamurtarin. Gokaj në tentativë për të kombinuar me Tafilin. Kapaj për Flamurtarin. Jordan Kapaj. E fort kjo gjujtje. Fort kjo gjujtje e bën njëtë po pritet nga portieri Behari. Gjoklej. Minuta 7, barazpesh Vllaznia 1, Flamurtari 1. Autor të golave Gjoklej për Vllaznin dhe Kapaj për Flamurtarin. Ka një problem të ndërua shikues, të paktën për ne të transmetimit, kur shikojmë që tek formacioni Flamurtarit, tek uniformat e tyre, luajnë 2 futbollistë me numrin 6. Ne me numrin 6 kemi të regjistruar në protokoll Jordan Kapajn. Dhe që këtoja vazhdon. Minuta 7, barazpesh 1-1, Leci. Leci me numër 3. Për Flamurtarin që rrezikon për topi kalon ditur me shtyllën pingule të djathtë të portierit Fatos Behari. Në nis me shpejtësi tek Gjoklej, autori të vetmit gol për Vllaznin, që u barazua nga Flamurtari me Kapajn. Një përsëri për Flamurtarin, dhe kapiteni Shehaj, nisë me shpejtësi ky sulmi i Vllaznisë, pran goli ka shënuar Samir Hyseni. I aktivizuar në këto momente në fushën e lojës. Minuta 8, Vllaznia kalon në avantazh me Samir Hysenin. 2-1 për ekipin kuqiblu, minuta 8 e ndeshjes. Vllaznia rimer avantazhin në këtë finale të mirë pritur të futsallës shqiptare për Kupën e Shqipërisë. Shehaj. Flamurtari do të kërkoj, ashtu si që bëri me herët, se kërkoj me insistim golin e barazimit dhe arriti. Flamurtari është në sulm, por është Gokaj në këtë aksion që kthehet prapa për të dhënë më tepër
me tepër taktik sulmit Kuqe Blu. Afili, Hyseni, autori i golit barazimit dhe një prell të okazi e Besfort Gjoklajt, që gati ishte pranë golit të tretë për Vllaznin. Ka filluar minuta e 10 të ndeshjes. Vllaznia 2, Flamurtari 1. Leci. Kapaj. Shehej, kapiteni i skuadrës Vllazniate. Lirohet mjaft mirë dhe rrezikon seriozisht askush nuk e prek topin e tij. Një aksion i rrezikshëm për ekipin Vllazniat, që pas pasimit të golit dytë është mobilizuar sërish për gjetur golit e barazimit. Kapaj. Leci për Flamurtarin, përsëri Kapaj. Kërkon të shmanget, por ndërhyn me vendosmëri atje Gjoklaj. Aksioni përsëri për Vllazniatët. Ka përfunduar minuta e 10 për pjesën e parë, ka nisur e 11-ta. Vllaznia në avantazh me shifrat 2-1. Në autor të golave Besfort Gjoklaj dhe Sajmir Hyseni. Topi për Flamurtarin. Kthehet në fush kapiteni Shehej, është ai me topin zotërim. Shumë i rrezikshëm sa herë ka topin e zotërim kapiteni Lorenz Shehej i Flamurtarit. Luhet minuta 12 për pjesën e parë, pushim i kërkuar në këto momente nga trajneri i Vllaznisë, Arben Xhaferi, edhe pse është avantazh të një goli me rezultatin 2-1. Trajneri Arben Xhaferi ka kërkuar pushimin e parë për ekipin e tij. Kujtojmë që vazhdon të luhet pjesa e parë ndeshjes finale Vllaznia dhe Flamurtari në futsal, takim që po gjykohet nga gjyqtari FIFA-s Albano Stolaj, mendimin e tij Kledi Shehu, ndërkohë që gjyqtari i tretë Kledi Hoxha është në kronometër. I pranishëm është edhe delegati i Federatës Shqiptare të futsalës Ferjan Riza. Vllaznia në këtë ndeshje ka këto futbollistë në dispozicion: Fatos Behari, Arsit Tafili, kapiteni i skuadrës, Semir Gokaj, Denis Shokaj, Ari Dipagjia, Rej Boshti, Besfort Gjoklaj, Mateo Çadaku, Joel Ivziku, Sajmir Hyseni, i cili shënoi golin e dytë, ndërkohë që të parën e shënoi Gjoklaj, Maldin Tafa, Harald Jahaj.
Trajneri i Vllaznisë Arben Xhaferi, ndërkohë që president është Fisnik Barbullushi. Në ekran tjetër, flamurtari luan me Alban Shiben, Lorenz Shehaj, Erad Leci, Jordan Kapaj, Clark Kalus, Spajdi Çopekaj, Enea Resuli, Avni Gjyheri. Gjyheri, Olton Rapoj dhe Egli Gjeçi. Kulmi për flamurtarin ku luhet minuta 13. Për pjesën e parë, Vllaznia kryeson me shifra 2-1. Jemi drejt për drejt nga Pallati i Sporteve Qasim Dervishi i Shkodrës përmes kanalit zyrtar Veriu Sport që po transmeton drejt për drejt dhe ashtu si transmetoi edhe takimin gjysmë finale ku Vllaznia eliminoi ekipin Jata me shifrat 15-4, ndërkohë që flamurtari eliminoi Tiranën në gjysmë finale 7-2. Kapaj, Leci, Leci për ekipin e flamurtarit organizuar këtë sulm, pozicion ballore i tij, kombinon me Kapajn. Një vendim e gjyqtarisë, duket një ekzekutim jo i mirë nga Ansoria dhe ka gjuajtur fluturim si Leci dhe ka gjetur gatishmërinë e portierit Fatos Behari. Në lojë dhe Mateo Çardaku në këtë momente i sapo aktivizuan fush pas një dy luftimi me Kapajn. Ka shkaktuar faull që pas gjyqtarit Stolaj. Vetëm që në ndeshjen e kaluar gjysmë finale Mateo Çardaku shënoi 2 gola. Çardaku i aktivizuar në këto momente në fush për ekipin e Vllaznisë. Turmi për flamurtarin se të ngull në gjetin e golit e barazimit, topin loj e tjeri Shiba për flamurtarin minuta e 14, 1-2 për Vllaznin. Pas portieri Behari, Rico për Çardaku, për nga vija nësore, posteri Behari, tasme nuk nëzitohet, nisë për Gjepagjin, për flamurtari shumë aktiv në këto momente, duan me ritëm, me pressing, dhe ka shpërvunur për momentin lojën e gjysmën fushën e Vllaznisë. Gjoklaj ka shmanur portierin, por kanë rikuperuar kolegët e portierit Shiba dhe shpëton për mrekulli porta e flamurtarit. Gokaj për ta filin, finde ti, sërish me finde, lojnë e avantajit për gjyqtarit Stolaj. Gjepagjia në zonë, ka të porteri Shibaj, të mund edhe Gokaj, që të në kështri portat dhe njate, rizohet Vllaznia.
Rizohet Vllaznia të nderuar shikues pas disa momenteve shumë pozitive të ekipit të Vlonjat. Vllaznia është rizuar në këtë momente dhe rrezikoi seriozisht. Tafili, Djepagjia, Kokaj. Topi për Vllaznin në 15 minutë, Vllaznia kryeson me rezultatin 2-1. Është trajneri i ekipit Vlonjat Mario Kalus, që komunikon me kronometrin. Nuk dim se ku ishte arsyeja. Pati një komunikim, debat mes tyre. Kamurtari me topin zotërim. Leci. Topi për ekipin e Vllaznis pas Egligjetit e largoi. Në përgjigjet Kamurtari për e humbë çast topin. Gokaj, Gjoklaj, përsëri Gokaj, Findeti, do të shmangët me fundorin e djathtë, por frenohet nga futbollistët Vlonjat, se zotrojnë topin. Leci. Shehaj. Minuta 16 të nderuar shikues, Veriu Sport që panandisni drejt për së drejti nga pallati i sporteve Qasim Dervishi i Shkodrës. Rezultati Vllaznia 2 dhe Flamurtari 1. Luhet finalja e Kupës së Shqipërisë në futsal. Dy skuadrat, Vllaznia dhe Flamurtari, që eliminohen në gjysmën finale ekipin Jata nga kryeqyteti dhe Tirana. Goditje dënimi për Vllaznin është kapiteni Tafili, pranë tij është edhe Gokaj. Një skem kjo, kombinimi. Topi përsëri për Vllaznin. Topi në vjen fundore për Vllaznin. Skema 2 tregon me sinjal Denis Shokaj për ekzekutimin e kësaj goditje këndi, e ka kryesuar dhe ishte ide e bukur. Një harkim për Djepagjin se fluturin të gjuajti, por topi kaloi jashtë katërkëndorit të portës Vlonjate. Një travers tronditse e Lorenz Shehaj, kapitenit e ekipit Vlonjat, dhe përsëri Shehaj. Kam një me një kryeson të nderuar shikues, Vllaznia në minutën e 17 të pjesës së parë. Pak më përpara një shtyll spektakolare te kapiteni Vlonjat Shehaj, që tronditi traversën e portierit Fatos Behari, dhe topi u rikthye në lojë. Ka sinjale shumë pozitive për skuadra Vlonjate, po luan denjësisht. Një finale të denjë, siç ka deklaruar trajneri Mario Kalus pas fitimit të gjysmëfinales. Ka deklaruar se respekton Vllaznin, po kërkon fitoren e Kupës së Shqipërisë. Topi për Vlonjatët.
Gjepaxhia, pozicion ballor. E ka përplas për topin të portieri Shiba. Tash më është rradha e flamurtarit. Faul në favor të ekipit të flamurtarit. Shëllim në favor të ekipit të flamurtarit, ja goditje dënimi për Vlonjatët, kondicioni prirët me portën e Fatos Beharit, muri dysh i Tafitit dhe Çokajt. E shpërdoron skuadra Vlonjatët të top. Minuta 17. Pjesën e parë të ndeshjes, gjithnjë Vllaznia në avantazh me rezultatin 2-1. Autor të golave për Vllaznin janë Besfort Gjoklaj dhe Samir Hyseni. Ndërkohë që për ekipin Vlonjat kapiteni Lorenzo Shehaj. Vazhdon aksioni. Vazhdon të luhet pjesa parë e finales Kupës së Shqipërisë të futsal. Vllaznia dhe Flamurtari, rezultati mbërthyer në shifrat e ngushta, Vllaznia 2 dhe Flamurtari 1, por gati shkojnë në 3-1 për Vllaznin pas kësaj gjujtje, super gjujtje të Semir Gokajt, ish futbollisti i Flamurtarit, tashmë pjesë e Vllaznisë. Ka shpërdoruar një kombinim top të dhënë nga Çokaj. Leci për Flamurtarin. Sulmi për Vlonjatët nga krahu i djathtë. Zbolohet atje nga Tafili dhe Gokaj. Ja kanë ndërhyrë topin pa faul. Tafili, Gjoklaj, topi është sërhuar tek futbollistët Vlonjat dhe është përsëri për Vllaznin. Niset në fushën e lojës kapiteni Shehaj për ekipin e Flamurtarit. Gjoklaj. Është Gokaj. Ka gabuar kështu duhet, por Gokaj ka mundësinë e tij ideal, blokuar nga portieri Shiba. Një pozicion ideal për Gokajn, as për tepër që ishte me të majtën e tij të preferuar, se sa herë ka pozicion që gjuhë me të majtën është shumë i rrezikshëm. Leci Kapaj. Duhet minuta 19 për pjesën e parë të ndeshjes. Vllaznia 2, Flamurtari 1. Është dëmtuar dëmtim serioz duket i Ari Gjepaxhisë. Jo, nuk është Gjepaxhia. Është Çokaj, më sa shikojmë. Denis Çokaj në një luftim me futbollistin Vlonjat, është dëmtuar. Mjeku Mlloja është pranë tij, po jep ndihmën e shpejtë. Duhet fundi minutës së 19. Vazhdon avantazhin Vllaznia me shifrat 2-1, autor të golave Gjoklaj dhe Samir Hyseni për Vllaznin dhe Shehaj për Flamurtarin. Gokaj, Toksazi për Gjoklaj.
Haxhia, Hyseni. Top tokasi për Gokajn. Edhe 1 minutë fiks në fundi pjesës parë, kështu thot kronometri i Pallatit të Sporteve. Kazim Dervishi. Gjokaj për Vllaznin. Hyseni, Gokaj nis atje, Hyseni e stopon me Gjoks. E këtën prapa të Gjoklaj. Sri Hyseni. Topi për Flamurtarin. Janë sekondat e fundit të pjesës parë, ku të dyja skuadrat kërkojnë të përfitojnë. Vllaznia për ta dërguar për Flamurtari, që barazon me Shehen. Flamurtari barazon me Shehen pikërisht në sekondat e fundit të pjesës parë, 2-2, barazim i njëjti autor. Lorenz Shehaj, kapiteni i ekipit të Flamurtarit, një diagonale nga djathta dhe 2-2. Kjo finale dramatike me Vllaznin 2 herë në avantazh dhe me Flamurtarin 2 herë që barazon. Kemi parë 2 herë ekipin ku që du të Vllaznis në avantazh të rezultatit dhe në të 2 rastet Flamurtari ka barazuar, fillimisht në 1-1 dhe tashmë në 2-2 në sekondat e fundit të pjesës së parë. Finale denj. Faul në favor të Vllaznis në dëm të Hysenit. Kujtojmë që dueli Vllaznia Flamurtari që po luhet në futsal në këto momente, finala Kupës të Shqipërisë, do të zhvendoset pasditën e nesërme dhe ditës së mërkurë, kur pak metra larg Pallatit të Sportit ku po transmetojmë, në stadiumin Loro Briçi do të përballen Vllaznia dhe Flamurtari java e 18 për kategorinë superiore. Gokaj. E fort kjo gjuhit e ti për plasë të topit të futbollistët Glonjat, janë sekondat e fundit, nuk ka kohë, vetëm pak sekonda dhe Flamurtari godet nga qendra dhe mbyllet pjesa e parë në barazim 2-2. Të nderuar shikuese të Veriu Sport, nga unë Gasper Marku në rolin e komentatorit të kësaj ndeshje, ju falenderoj që ndoqët me vëmendje pjesën e parë të transmetimit të drejt për drejt të finales së futsallit shqiptare për Kupën e Shqipërisë, Vllaznia Flamurtari, barazim me 2-2 dhe do të jemi së bashku përsëri pas pak minutos pushim. Mos u largoni nga kanali zyrtar Veriu Sport për të ndjekur pjesën e dytë të finales së Kupës së Shqipërisë të futsal Vllaznia Flamurtari.